Babagjyshi vitit të ri ka zbritur tashmë në qytetin e Durrësit. Në retushimin e fundvitit, kjo figurë ka një vendnderi. Punimet për të vendosur sfondin festiv të festave të fundvitit ka ditë që kanë filluar dhe punojësit e ndërmarrjes komunale për vetë atmosferën që përpiqen të krijojnë në qytet për banorët, por dhe për turistët që vinë, duhen falenderuar. Babagjyshi vitit të ri sapo instaluar pret me buzëqeshje të ngrohtë këdo, duke sjellë hare për të vegjëlit që mbledhin kujtime të paharrueshme duke bërë foto të shumta. Viti i ri vjen me shpresë dhe premtime optimiste për fillime të reja. Kjo është një përpjekje e bashkisë për të sjellë një atmosferë festive me zbukurimet e fundvitit, duke shtruar qytetin në një vend prallor. Në sheshin kryesor, ku instalohet pema vitit të ri, e dekoruar me drita shumëngjyrëshe dhe ornamente të ndryshme që reflektojnë gëzim dhe shpresë për vitin e ardhshëm, do të ketë flukse të shumta qytetarësh që do të kërkojnë të gjejnë në tempullin e dritave që do të nisen më shumë shpresë për vitin e ardhshëm. Këtë fundviti sheshi fton banorë dhe vizitorë që të festojnë së bashku magjinë e këtij fundviti, por do të munden. Në këtë shesh akoma vërshojnë protestuesit që duan të nxirren nga banesat me pagesa, sikurse pretendojnë për shpronësimet në shuma qesharake. Akoma vijnë pas tërhetë mbetur nga shëmit e tërmetit, që megjithëse janë premtuar, nuk kanë sret të tyre ku ta kalojnë fundin e vitit. Rritja e çmimeve dhe mungesa e fuqisë blerëse ka ndikuar tek të gjithë, ndërsa pensionet azmatike nuk mund të retushojnë festën e tyre në nivelin e tyre që akuzohen për glabërimin e milionave. Megjithatë, viti i ri po vjen, na thot Babagjyshi. Le të shpresojmë për më mirë, sikurse kemi shpresuar për shumë vite. Mirë se na erdhe Babagjysh.